Faleminderit gjithë që jeni këtu edhe keni përcjellë të mbledhjet e kryesisë, ashtu sikurse ka edhe deputeti Tahiri, seanca të ketë këtë premte me fillim në ora 10, për shkak se ka tema të rëndësishme, marrëveshje ndërkombëtare gjatë projekt ligjet, të cilat duhet të shqyrtohen brenda ditëve të punës sa jemi në mandat aktualisht si deputet. Në mesin e tyre janë disa marrëveshje ndërkombëtare, më saktësisht marrëveshje të cilat nuk u votuan në seancën e kaluar, dhe ndërkohë komisionet parlamentare kanë shqyrtuar edhe së paku 9 projekt ligje të cilat janë votuar në qeveri dhe kanë ardhur si material nga qeveria, janë të gjitha projekt ligje me interes të veçantë për qytetarët, andaj kemi të rëndësishme që edhe këto projekt ligje t'i votojmë në kuvend, në lexim të parë, në mënyrë që të jetë koha mjaftueshme për 15 ditëve për amandamente dhe shqyrtim në lexim të dytë para datës 28. Unë besoj që tashmë edhe shpresoj presë që të arrihet një pajtueshmëri edhe këto projekt ligje të jenë pjesë e diskutimit, trajtimit në seancën e ditës së premte, ndërkohë që për tema tjera, sa i përket rezolutës së propozuar nga ana e PDK-s, ne që në ditën e parë, kur kemi pas këtë propozim, kemi qenë të gatshëm që të kontribuojmë si grup parlamentar në një tekst të rezolutës, i cili në radhë të parë i bën nder kuvendit dhe paraqet një unitet të plotë të gjitha partive politike në Kosovë, partive shqiptare këtu në Kosovë, por edhe të komuniteteve jo shumici o serbe. Në këtë linjë, ne jemi të gatshëm edhe unë kam kërkuar si shefe e grupit parlamentar, qysh në javën e kaluar, me njëherë në seancën e parë për ishte temë ditës, por edhe në seancën bijuese, kam kërkuar nga PDK-ja që të ftojmë grupin punues që të dakordohen në përmbajtjen e rezolutës. Sot u njoftuam që janë të interesuar që ta fusin në rend të ditës në ditën e premte. Ne sot kemi japur propozimet tona për 2 deputet që do të japin kontributet e tyre, edhe kërkojmë që të kemi një rezolutë të dakorduar në mes të gjitha grupeve. Nuk kemi asnjë problem me një rezolutë e cila do të adresonte gjenocidin e kryer nga Serbia në Kosovë, nuk kemi asnjë problem me një rezolutë e cila do të siguronte gjithsesi, krijonte gjitha parakushtet për trajtimin në mënyrën më të drejtë të mundshme në aspektin institucional të gjitha masakrave. Besojmë që tashmë madje jemi ndoshta vonë për të adresuar një çështje të tillë, por nuk jemi të interesuar e as të gatshëm që temat të cilat janë me interes shtetëror, kombëtar dhe që duhet të paraqiten unitetin e të gjithë neve të trajtohen si tema parciale e individuale. Sa i përket marrëveshjes për punën e parë, që në rend të ditë marr parasysh se jemi të më shkuar edhe në zgjedhje sepse deri në tani falet nuk po kalojnë me marrëveshje për presidentin, e ka parasysh se marrëveshja për punën e parë që ka një rëndësi për të marrë në rend të ditës për shërbime. Besoj se disa marrëveshje të futen në rend të ditës në kohën më të shpejtë të mundshme, si kuvend, si grup parlamentar i lëvizjes, por edhe maksimalisht që këto ditë të trajtojmë të gjitha marrëveshjet dhe projekt ligje në afatin më shkurt të mundshëm. Marrëveshjet ndërkombëtare të cilat i përmenda tashmë që do të jenë pjesë e rendit të ditës në seancën e së premtes, janë marrëveshje të cilat, siç kemi qenë dëshmitar të gjithë, nuk u votuan në seancën e kaluar pikërisht për shkak se nuk kishin kaluar kohën e mjaftueshme që deputetët konsideruan që ju nevojitet për t'i analizuar. Kështu që besoj që edhe kjo marrëveshje dhe tjera do të trajtohen në kohën më të shkurtë të mundshme. E njëkohësisht duhet keni parasysh që si kuvend jemi duke punuar edhe në komisione të veçanta, në shumë komisione ad hoc, siç janë ato për zgjedhjen e gjyqtarëve të gjykatës kushtetuese, për Këshillin Gjyqësor të Kosovës, për bordin e RTK-s, për Këshillin e Pavarur të Mediave dhe shumë komisione tjera për të cilat po punohet çdo ditë në mënyrë që të sigurohemi që institucionet të kenë trupa që garantojnë funksionimin e pavarur të tyre. Zona Ragocia u vendos në cilën pikë të rendit të ditës do të jetë rezoluta e PDK-s, pasi që kjo shkaktoi një problem në seancën e kaluar, a do të jetë pika e parë e rendit? Unë lash në diskutim akoma, konsideroj që ajo që kemi unitet të gjithë është që të dakordojmë për mbajtjen e rezolutës dhe se aspekti sa do të jetë pika e parë e dytë e tjera si këto, për mua personalisht konsideroj që nuk janë shumë të rëndësishme. Atë që unë thash si kryetare e grupit parlamentar të lëvizjes,
e deklarova aty, e konfirmoj edhe para jush për të gjithëve, që në momentin që ne kemi një draft të dakorduar nga grupi i deputetëve të gjitha partive politike, ne e vendosim me njëherë në seancë. Kjo është ajo që e tha në seancën e kaluar edhe kryetarja e Kuvendit, pra sapo të kemi draftin e dakorduar, ne do ta votojmë në seancë. Zënënëvon se aktuar nga bashkëpunëtoria plenuare Zonja Haxhiu që ta emëroi anëtarin tjetër të KSZ-s. Nga PDK-ja se ka pranuar një ligj për ta emëruar të tyre. Dhe në rast se vendoset që të emërohet anëtari nga PDK-s, do të bëjnë në PDK. Ne besojmë që emërimi i anëtarit në KSZ, anëtarit të paemëruar tashmë nga presidentja Osmani, është e drejtë që ka kënë lëvizjes dhe vendosje, bazuar në gjithë legislacionin në fuqi, bazuar në rezultatin zgjedhor dhe forcave proporcionale të partive në kuvend. Pra, përbërja e KSZ-s përfaqëson vullnetin e qytetarëve të shpallur në zgjedhje të lira, dhe ne presim që ushtruesja e detyrës presidentes, gjithsesi Zonja Haxhiu, sa më parë ta emëroj anëtarin e radhës në KSZ që duhet të jetë propozimi i lëvizjes së vendosjes. Dhe unë besoj që Zonja Haxhiu do ta bëjë shumë shpejt këtë, nëse jo natyrisht si lëvizje na duhet ta adresojmë edhe këtë. Sa ishin brenda mbledhjes apo të dakordim mes partive që të ketë një grup punues për rezolutën e PDK-s? Pasi dakordim që të ketë një grup punues, çështja ku pat diskutime polemika ishte që PDK-ja insistonte që kjo rezolutë jetë pika e parë e vendit të ditës, ndërkohë që ne kërkuam dhe qëndrojmë pas kësaj që duhet që në momentin që grupi e sjell draftin e dakorduar të rezolutës, ne jemi të gatshëm ta votojmë. Nëse ata e përfundojnë, domethënë ditën e premte në mëngjes, nesër pa paragjykuar në punën e tyre, jemi të gatshëm ta votojmë edhe si pikë sipas propozimit të PDK-s, por më shumë se e rëndësishme se cila pikë e rendit të ditës do të votohet, është se çfarë adresojmë me atë rezolutë. Unë besoj që kjo nuk është dorë që të shtyhemi në aspekt teknik të renditjes, por është çështje e rëndësishme që dokumentet që dalin si vullnet politik i kuvendit të reflektojnë një vullnet i cili vërtet është në interesin më të mirë të vendit. Zona Nagose, a do keni ftesë për PDK në lidhje me çështjen e presidentit? Kryeministri Kurti, ashtu siç jeni në njohuri, ka pas takim me kryetarin e LDK-s, Abdi Gjiku. Besoj që ai është duke vazhduar angazhimin maksimal të tij si kryetari i lëvizjes edhe si përfaqësues rajoni. Besoj që gjatë gjithë këtyre ditëve do të intensifikoj përpjekjet për të gjetur një zgjidhje dhe që presidenti të votohet brenda afatit të cilit e ka përcaktuar gjykata kushtetuese, sepse jemi të bindur që vendit i duhet një president me një zgjedhur në kuvend dhe zgjedhjet e reja nuk do të sjellin asnjë rezultat tjetër dhe përveç se janë të panevojshme janë edhe të padrejta. Faleminderit. PDK tha se bën një kërkesë drejtëmeni edhe pastaj në shqiptar. Keni duke përpikur kërkesën në atë i PDK-s ose kryeministrit, keni kontakte për një takim të mundshëm? Unë mund të konfirmoj që kryeministri është duke bërë gjithë çka është në mandatin e tij, edhe jam e bindur që do të trajtoj në mënyrën më të përgjithshme të mundshme kompetencat e tij, përgjegjësitë e tij në raport me shmangjen e zgjedhjeve të tij. Faleminderit.